Ka 18 vjet që kujdeset të shuaj flake shpëtoj njerëz. E këtë Deja Njeriniq e bën kudo që ka nevojë në komunat Viti e Klokot, bashkë me kolegët e komuniteteve tjera në këtë zonë të Anamoravës. I përkushtuar ndaj këtij misioni, ai tregon se kur veshet me petkun e Zjarfiksit, harron se çfarë komësie i takon pasi synimi i tij është të shpëtojë e ndihmoj çdo që rrezikohet nga zjarri. Radio nikad nisam imao nikakav problem više se družim sa Albancima nego sa Srbima. Zajedno smo 12 sati ovde kao jedna familija i tako. Za praznici idemo na piće, častimo se jedan drugoga, zavisi čiji je praznik i tako. Skoro smo uvek zajedno na piće i tako. Ja ne gledam po nacionalnosti, ja gledam kakvi su ljudi, da li su dobri ljudi. Moja dužnost je da idem bilo koga da spasim, da pružim prvu pomoć koliko je do mene da pružim. Sado që ndonjëherë puna e lodh për 41 vjeçarin, mirënjohja dhe falënderimet që merr nga qytetarët mbeten motivi më i madh për ta kaluar çdo vështirësi gjatë shërbimit. Da, na mnogo mesta ljudi su zahvalni kad idemo na intervenciju, da spašavamo, da intervenišemo. Na mnogo mesta su ljudi zahvalni što smo uradili dobro posao. Në fakt, Njeriniq është vetëm njëri nga 2 serbët në brigadën e Vitis, ku 35 zjarfiks të tjerë janë shqiptar. Komandanti i tyre, Hetem Jakupi, thot se zjarfiksit janë një familje e bashkuar, ku nuk ka dallime. Ai thot se në çdo alarm, ekipi reagon me përkushtim maksimal për të shpëtuar jetë, duke qenë gjithmonë pranë çdo qytetari që ka nevojë. Kur kanë fillu, kanë qenë me të vërtet mirë, shkallë të ri, sot vazhdojnë të punojnë dhe ruajnë shumë punën e zjarfiksave, kanë disiplinë, shkojnë bazë rregullorës, ligjit, domethënë respektojnë çdo sen që është. I jam për momentin i kënaqur me ta për shkak se nuk hezitojnë punë edhe japin maksimumin kudo që shkojnë. Pa marrë parasysh cilën vend kanë me shku apo kujna i japin ndihmë, nuk dallojnë as komësia, as gjenia, as gjë, domethënë janë për kenë shërbim gjithë qytetarëve të Kosovës. Çdo intervenim që kemi pasë edhe në pjesë ku ka serb, të komunitetit serb, ne kemi kryer punën tonë me përpikëri edhe kemi pas falënderim edhe nga ta. Çdo na kanë afruar bashkëpunim, kështu që s'kemi pas asnjë dallim të keq, domethënë as me komunitetin serb kudo që kemi punuar. Në momentin që e morëm një alarm, kudo që ndodh, çfarëdo situate na nuk hezitojmë edhe kemë kohën e reagimit as 1 minutë. Krahas pjesës juglindore të Kosovës, e cila ka një monitorim dhe bashkërëndim nga ana e zjarfiksve për t'u dalë në ndihmë qytetarëve, kjo nuk mungon as në pjesën veriore të Kosovës. Zëvendës komandanti i njësisë profesionale të zjarfiksve dhe shpëtimit në Mitrovicën e Jugut, Sabri Abazi, pohon se mjafton një thirrje nga baza qendrore e Agjencisë së Emergjencave që zjarfiksit të bashkohen në ndihmën të qytetarëve pa dallim komësie. Ai thot se bashkëpunimi me ekipet e zjarfikëve në pjesën veriore të Mitrovicës zhvillohet pa pengesa dhe me profesionalizëm së herë që ka nevojë për intervenim. Ne bëjmë bashkëpunim përmes qendrës të alarmimit 112, të cilët në rast nevoje na thrasin dhe koordinohen përmes qendrës të alarmimit 112. Sa ka nevojë për kohën që kem bashkëpunimin, dalim, shkojmë, ju ndihmojmë, një herë edhe vinë na ndihmojmë pa pengesa, në mënyrë profesionaliste. Komunikimi është i mirë, bisedojmë me ta në raste të intervenimeve, nuk kem pengesë as na, po as ata. Kretë kem varet qysh kanë intervenime ata që ka nevojë edhe na nëse kem nevojë për bashkëpunim. Pa dallim ne jemi që shërbejmë si komunitetit serb, si komunitetit rom, ashkali, egjiptian, bosnjak, pa dallim na shkojmë në për intervenime dhe nuk e shqetësojmë se cilës komësi i përket. Abazi deklaron se në shumë raste zjarfiksit nga jugu dhe veriu kanë intervenuar bashkë për të lokalizuar zjarret. Për natyra intervenimeve më e para është për shembull nëse ka zjarre fushore malor, në ato intervenime shkojmë bashkëpunim përmes qendrës së alarmimit 112, na kërkojnë ndihmë, ju dalëm një herë edhe neve kur kem nevojë kërkojmë ndihmë përmes qendrës së alarmimit dhe qendra e alarmimit e koordinon me njësinë zjarfikse të Mitrovicës Veriut edhe vinë në ndihmë çdo herë.
Sami Beqiri është njëri nga zjarfiksit e jugut që nuk ngoron asnjëherë të ndërhyjë ndihmoj në pjesën veriore të Kosovës, e cila është e banuar me shumicë serbe. Për punën që e bën që nga pas lufta, thotë se është fisnike dhe bën me dashuri e pa dallime. Në moment kur vinë pranojmë detyrën është për një muaj çdo kush ka nevojë, na jemi për pa marrë parasysh fa është serb, është rom, është turk, është bosnjak, është gjithëve të na jemi njësaj për me dhënë ndihmë. Emisioni jonë është për me shpëtuar jetën njerëzve atë mira materiale. Kemi për shembull për zjarre, kemi për shtëpia, kemi për kërkim shpëtimi, ka për shembull që bien në ujë në pjesën e anej, aksidente të ndryshme na bien më bashkëpunu bashk. Bashkëpunimi shumë i mirë, në moment aty nuk dihet për shembull as faktikisht i kryjm punët aty, ne dimë aty në punë që shkojnë, komunikime që shkojnë, çdo sa në rregull për momentin. E dikush ja ka pa hajrin kësaj pune sa nga kolegët e ka mësuar gjuhën e tyre. Kësaj serbi Bojan Angelković, i cili nga viti 2010 është pjesë e njësisë profesionale të zjarfiksve dhe shpëtimit në Lipjan, thotë se tash flet edhe shqip. Mirë është për kolegën ko krejt rregull, krejt shkova bashkë me intervenimi, punova, ko zjarmin, ko intervenime teknike, ko akcidentin, krejt shkova bashkë. Po, me kazetet shkova me pi kafe, me shkova e hongar buke fir një tjetër, edhe që ashtu ka. Çdo ko u kry dirimin shkova sabaj e pi kafe, edhe mas të shkova shpi. Për dy kolegan folja dhe serbishtin edhe shqipin, edhe ma shumë shqipin e folja dhe që ashtu. E mësova shqipin me fol pak, nuk e di krejt, e mësova pak. Përveç detyrave prej zjarfiksve që i ndajnë bashkë, zëvendës komandanti i kësaj njësie Rama Toshi thotë se me dy kolegët e tij nga komuniteti serb gëzojnë raporte të shëndosha. Sipas tij, edhe ushtrimi i misionit tek komuniteti në përgjithësi, pavarësisht përkatësisë etnike, bëhet pa dallime dhe gjithmonë përfundojnë me mirënjohje. Përgjithësi mirë, ndojmë, homoshim bashkë në teren, s'ka dallim se a jemi shqiptar, a jemi serb, punën e kryjmë së bashku, i ndihmojmë njëri tjetrit gjatë realizimit, po marrë parasysh të komunitetit serb dhe komunitetit shqiptar, nuk ka kurfar dallimi, atë është punë humane që ndihmojmë çdo njëri, po marrë parasysh komunitetit, na jemi në gjendje gatishmërie për të ndihmojmë çdo komunitet. Festojmë festat së bashku tonë, ata me neve, na me tyne, nuk kemë kurfar. Në Kosovë funksionojnë 34 njësi profesionale të zjarfiksve dhe shpëtimit, të cilat përbëhen nga rreth 830 pjesëtar.